Qoftë lavduar Jezu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot kisha përkujton Shën Qirilin Murg dhe Shën Metodin i Peshkv, pajtorët e Europës. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Këta mështar të shuguruar të Zotit dhe shugurues besnik të Perëndis, edhe barin me dashuri të palodhur ishin të popullit. Pse duke ruajtur dhuntit që kishin marrë me anë të bekimit, u arvat të ndendur me gjitha forcat për të mbajtur ndërduar llambat e ndezura. Në frikë e kujdes duke përgjuar kur të vinte, Zoti ynde portat të trokas, sa shpejt i dolen para tij që po nxitonte të kaloj pragun. Nderi e lavdia më e lartë aty, o mbreti mbretërve, hyni e përjetshme, të gjitha sendet emrin tënd madhërofshin, në çdo kohë e amshim. Amen. Antifona e parë, mbarshtuesit e mëshirës ndërmjetësojnë para Zotit. Psalmi 63, shpirti i etshëm për hyjen. O hyj imi e ti, qysh nagim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, si toka e shkret, e that e pa ujë. Kështu erdha në shetrorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Mbarshtuesit e mëshirës ndërmjetësojnë para Zotit. Antifona e dytë. Janë dy ullind dhe dy shandan që shndrisin para mbretit të shekujve. Kënga marrë nga libri Danielit Profet, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni për mbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hënë, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshëra e borëra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekoftë Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lume bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindësh e gjithë që ka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin në Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Janë dy ullind dhe dy shandan që shndrisin para mbretit të shekujve. Antifona e tretë. Fituan lavdi në mes të popullit. Lavdia e tyre do të mbetet për amshim. Psalmi 149. Festa e miqve të Zotit.
Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesi të vet, bitë e Sionit t'i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë, e shpatën dyteshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Fituan lavdi në mes të popullit, lavdia e tyre do të mbetet për amshim. Leximi i shkurtër nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 13. Mos i harroni e prorët tuaj, të cilët e shpallën fjalën e hyjit, vërejni mbarimin e jetës së tyre, e ndiqni fenë e tyre. Jezu Krishti është i njëjtë dje e sot dhe do të jetë për amshim. Mos lejoni të gënjeheni me mësime të ndryshme të huaja. Përgjigja e shkurtër, kisha jote o hyj i këndon urtisë së shenjtërve. Kisha jote o hyj i këndon urtisë së shenjtërve. Kuvendi ja shpall lavdin. I këndon urtisë së shenjtërve. Lavdi o Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Kisha jote o hyj i këndon urtisë së shenjtërve. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Në shenjtëri e drejtësi i shërbyen Zotit për çdo ditë të jetës së tyre. Kënga i Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi hetërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profetit të Tejit lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyji do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdi o Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në shenjtëri e drejtësi i shërbyen Zotit për çdo ditë të jetës së tyre. Lutjet e besimtarve. Plot gëzim dhe mirënjohje t'ia drejtojmë lutjen tonë Krishtit Ritës së botës, që në Shën Qirilin na e dhuroi një mësues të urtisë dhe në Shën Metodin një bari të madhe të palëkundshëm. Shndrite dhe udhëheqe popullin tënd, o Zot. Nëpërmjet dashurisë baritore të Shën Qirilit dhe Metodit, bëre që të lindin popull të rinë në fe. Rrite në kishat tona vrullin misionar. Shndrite dhe udhëheqe popullin tënd, o Zot. Ti në vigjiljen e mendimit i kërkove Atit që nxënësit e tu të jenë një gjë e vetme. Bëj që duke i mbetur besnik beslidhe sate të dashurisë, të gjithë besimtarët të formojnë një kishë të vetme. Shndrite dhe udhëheqe popullin tënd, o Zot. Ti përgatite apostujt në shkollën e urtisë. Ngret edhe sot në kishat tona barin të shenjtë dhe mbashtues të zellshëm të ungjillit. Shndrite dhe udhëheqe popullin tënd, o Zot. Ti kishë sate ja besove fjalën dhe bukën e jetës së amshuar. Bëj që në këtë ryezë të dy fish të nxjerrim dritë dhe fuqi në fe. Shndrite dhe udhëheqe popullin tënd, o Zot.
Ti në Marin, mbretëreshën e të gjithë shenjtërve, na e dhurove një shenjë të veçantë të shpresës dhe të paqes. Me ndërmjetësinë e saj, bëj që ata që janë larg t'ia zgjasin dorën njëri tjetrit, ata që janë të humbur ta gjejnë prap rrugën dhe të kthehen në shtëpinë e Atit. Shndrite dhe udhëhiqe popullin tënd, o Zot. Aty në që je në qiell, u shenjë troftë emrit, ardhë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti i ktheve në Krishtërim popujt slav me anën e dy vëllezërve, Shënqirilit e Metodit, bëj që zemra jonë të jetë gjithmonë e hapur për fjalën e së vërtetës sate, që të jemi të gjithë populli i tij shenjtë, që përkon plotësisht në fenë e vërtet e në dëshmimin e saj të denjë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.